30 prill, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Kanë filluar që miliardat e dollarëve vendosur nga tarifat të kthehen te kompanitë amerikane. Ford ka deklaruar se ka marrë një pagesë 1.3 miliard dollar. E gjitha kjo mbas vendimit të Gjykatës Supreme. Gjykata Supreme ka marrë një vendim që të mos ketë më distrikte për Kongres në Amerikë bazuar tek bazat raciale, pra të mos grupohen bashkë afrikan-amerikanët për të favorizuar kështu demokratët. Kjo do të bënte që republikanët fitonin 19 karrike në Kongres. A do të funksionojnë që këto zgjedhje apo në zgjedhjet e 2028-s? Blokada ndaj Iranit po funksionon më mirë se sa bombardimet pafund nga Donald Trump që kanë shkaktuar gjysmë trilion dollar humbje, por nga blokada janë 500 milion dollar humbje në ditë për Iranin. Irani nuk ka rrugë tjetër veç se dorëzohet. Ç'po ndodh në Shqipëri? Janë dy zhgërradhina politike. E Surrelit dhe e Athinës, ambasadorja skandaloze amerikane atje, e njohur si Margarita Girl, që shesin një nga mashtrimet më të mëdha. Nuk ka firmosur globali i Surrelit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I është dhënë ekskluzivitet një firme private greke, ku seksere është zhgërradhina e Athinës Margarita Girl, kompania greke ka 60% dhe shteti grek 40%, ndaj palloshi Surrelit vajti barkës tek Mitsotakis, dhe Greqia që ka porte pafund dhe dalin det pafund, do ta blej gazin amerikan që do të hyjë nga një port i Vlorës duke shkatëruar famën mjediset. Dhe për 20 vjet, grekët do të kenë ekskluzivitetin, shqiptarët asgjë. Do të paguajnë te kompania greke, tarifat e saj, zhgërradhina e Athinës, Margarita Girl do të blej disa fustane, këtë radhë ishte me Ferexhe, nuk ishte si punëtore seksi herën e parë në takimin me Ramës. SPAK nuk duhet hesht. Por SPAK ka ardhur në Amerikë dhe ka marrë të dhëna shumë të mëdha për llogaritë bankare të tre lindave. E para me $100 milion në ishujt e parajsave fiskale, por në ishujt e parajsave fiskale është dhe linda tjetër, Balluku, gjithashtu dhe ajo e Akshit. Ndërkohë, po dalin haptas gjitha kalesat financiare ndaj ishte këtu kreu SPAK-ut. Spiropali ndërkohë milionat i ka pastruar në Kanada. Nga pas kanë ata që quhen oligark, por në që fakt janë sklever, emrat kanë në bordero, sepse Rama është aksioner i fshet, thuajse të gjitha. Rama ka shpresë njësoj si ajatollahët e Iranit, që administrata e Trumpit është përpara mes mandatit dhe nuk do të pranonte asnjë trysni më tutje, sepse do të pësonte tek votat. Por askush nuk e di se kush drejton Iran. Janë 4 pushtete. Pra, garda revolucionare islamike, ushtria e rregullt, janë teokratët, mullahët, janë dhe politikanët e zgjedhur. Trump nuk di se me kë të dialogojë. Natyrisht që Trump, gafa e tij është fakti që dërgon për bisedime 2 ignorant diplomacie dhe 2 sionist, Kushner dhe Witkoff, por kushdo qoftë ajo mendje e zgjuar që i tha për blokadën, kjo po funksionon. $500 milion humbje në ditë. Në qoftë se ata nuk pranojnë, pa kushte të dorëzohen, pra të dorëzojnë programin e për pasurimit bërthamor, shtretrit e raketave me distanca të larta, atëherë presidenti Trump do të jetë i detyruar që të shkatërrojë urat, centralet energjetik, do të ketë një listë për ta shkatëruar përfundimisht. Ose nga ky klik me 4 pole të dalin të moderuar, të pranojnë që shteti i Iranit funksionojë ndryshe. Në aspektin ushtarak, fitoria në betejë ka qenë brillante për amerikanët. Në aspektin strategjik, Trump ka dështuar, sepse nuk është arritur as ndryshimi i regjimit, as dhënies fund të pasurimit programit bërthamor të uraniumit.
Natyrisht që ka pasur të dy detaje, një kur generalet e kanë nxjerrë nga situation room, kur pa vendosej për shpëtimin e një piloti, dhe e dyta, kur shefi i shtabit i ka thënë jo për përdorimin e kodeve bërthamore. Të paktën këto janë nga media amerikane dhe nga e majta. Trump nuk i ka kundërshtuar asnjëherë. Në lidhje me atentatin e synuar ndaj tij, pati deklarata politike nga Biden, duke thënë që ne nuk e di motivi dije. Kur e majta e cilëson Trumpin si fashist, si Hitler, si kriminal, si ignorant, si narcisist, do të dalin figura kamikaze, edhe pse është një iri që me kredenciale akademike, me 2 diploma inxhinier dhe computer science, punuar tek NASA, por është një urrëtie shumë e madhe. Trumpin e sulmon media e majtë në mënyrë të ashpër. Atlantic ka nxjerrë se Trump në biseda me njerëzit ndaj tij kërkon ta krahasojë veten si Cezari, Aleksandri i Madh dhe Napoleon. Unë mund të bëj çdo gjë, por kështu thot Atlantic. Lidhur me atentatin kanë dalë të ardhurat të reja, jo kam thënë që nuk ka shanse që kjo të organizohen nga vetë presidenti Trump, si thonë varshavianët anti-amerikanët e Tiranës, mediat mediokre dhe ignorante të gjithë medias aty. Nuk e njohin këtë. Por probleme ka pasur. Nuk nga të dhënat e fundit, ai ka dashur si çmendur të kalojë në Evropë, i ka kapur në lloj befasie, nuk ka hapur zjarr ai, po dalin dhëna të reja, por një nga Secret Service ka goditur 5 herë ndaj tij dhe në një friendly fire ka marrë një plumë nga një polis tjetëri oficeri Secret Service. Gjithmonë Hilton i ka qenë problematik për vetimin, sepse kur ke 2500 ftuar dhe 2500, 3000 klient të cilët kanë përnotuar dhoma, është shumë e vështirë dhe natyrisht duhet të nxjerrë mësime Secret Service. Menjëherë shefja e kabinetit, Susan Wiles, ka mbledhur disa nga agjencitë për të siguruar që kjo nuk do të ngjasë me presidentin Trump. Faji është vetë tek administrata. Arrogancë, largimi profesionistëve në Secret Service dhe në FBI krijon këto situatë. Shefin e Secret Service e kanë vendosur djem të llastuar Trump. Kjo nuk duhet ngjasë. Ndërkohë që Departamenti i Drejtësisë tërësisht është ballkanizuar, nuk ka pavarësi, kanë ngritur një akuzë të re ndaj ish drejtorit të FBI, i cili me disa guacka ka filmuar një 86 në 47. Trump i thotë se 86 me gjumën mafioze është që vripeni presidentin, ndërsa e majta thotë që 86 është në restorant kur thotë që nuk ka gjë. Natyrisht që një ish drejtori i FBI nuk bie në këtë nivel, por Casey nuk ka asnjë forcë dhe asnjë student i vitit të parë juridik nuk do ta merrte përsipër, por tregon edhe një herë një hakmarrje politike e panevojshme nga servilat që janë rreth tij, por fundit Comey ka qenë një person që ka krijuar probleme, duke qenë drejtori i FBI. Ka nxjerrë informacione kundër Trump, duke i dërguar tek një kolegu i tij në Columbia University, profesor, dhe ai botoi te New York Times. Në një hearing kongres tha që se kam bërë. Profesori tha po, unë do të besoja profesorin. Pra një drejtor FBI që nxjerr rrjedhje kundër presidentit vet. Më fisnike i jep dorëheqjen. Fundit Trump është i votuar. Nuk flitet si Trump si karakter. Flitet për postin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Natyrisht i kthehen edhe një herë zgarradinës të Athinës dhe Rama ose është çmendur ose i çmendur ka qenë, ose e di që do të hikë dhe po vazhdon me leje kullash pa fund dhe po shet llok më të mëdha të Shqipërisë. Pra, nga Vučić, nga Beogradi, kalon dhe puthkëm të Mitsotakis tek Athina. Me ëndrrën e tij për të hyrë në BE, që nuk e di më do të ekzistojë apo jo, kur dihet trysnia e madhe për Ballukun, e cila faktikisht është kryeministre e Shqipërisë. Ajo ka emëron shefat e policisë dhe lufta ka filluar me një figurë tjetër, do themu skandaloze si Spiro Pari që po del haptas ndaj Ramës. Është e sponsorizuar.
është e sponsorizuar nga një oligark i madh, ka pastruar milionat në Kanada, a mund ta gryejnë nga brenda Ramën pikërisht me figura letyra të tilla, ndërkohë që nga ana tjetër pagesat e mëdha, grupi që kërkon të largojë Berishën ka ngritur emra si Salinjani apo nga përtej oqeanit që nuk e rrezikojnë dot. Shqipëria është një çast vendimtar. Rama duhet larguar nga vetë socialistët, nga demokratët, nga Zoti, nuk ka rëndësi. Është kthyer në një pengesë të madhe. Është kthyer në një bufon që të upron Shqipërinë. Nëse zhgradhina e ambasadoria amerikane Athinës këtë radhë e veshur, por prap nuk ishte sipas kodit të Rubios, por nuk ishte me minifund, me çorapet kuqe si herën e parë me dashurin, siç thot media greke. Shqipëria duhet të ketë dinjitetin e vet. Shpresoj që ish generali i ofruar si ambasador të filloj sa më shpejt. Është e turpshme që Rama pranon që Shqipëria të jetë në nivel legate. Por problemi është tek sekretari de jure i Departamentit Amerikan të Shtetit Rubio që lejon këto gafa ambasadori Rice, nëse kujtoheni, u emërua në Tiranë vetëm për faktin se i shoqi ishte ambasador në Athinë dhe i duhej gjetur një punë asaj. Shqipëria nuk është në këtë nivel, ne jemi vendi NATO-s dhe natyrisht që ardhja e ambasadorit NATO-s duke bërë vizita në Ballkanin Perëndimor tregon se ka interesim ndaj Ballkanit për të mbajtur ariun rus jashtë, por mënyra se si ai ul dhe me Vučić krijon pikpyetje të mëdha. NATO nuk do të jetë kurrë siç ka qenë me presidentin Trump. Do të ketë lëvizje trupash, postime të mëdha, deri tani tek lista e tij vendet e favorizuar janë Polonia, Rumania dhe Greqia që e mbështetin. Tjerat X. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri. Më së shumti i komunitetit shqiptar, kështu që koordinimi me njëri tjetrin apo lorat që zhvillojnë së bashku i bëjnë ata të kalojnë një ditë të këndshme e për më tepër në nënvikqyrjen e personelit. Gjithashtu zhvillojmë aktivitete jashtëqendre, si shëtitje në natyrë, vizita në muzeume apo ambiente të tjera shplodhje. Gjithçka është konceptuar në funksion të argëtimit apo shëndetit të tyre. Kudo në Shqipëri.